Katër ish drejtuesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi, pritet të thonë këtë të mërkurë fjalët e tyre përfundimtare në Hag, secili do të ketë në dispozicion nga 20 minuta për deklarimet para trupit gjykues. Seanca ka nisur që prej orës 9, ku fillimisht përfaqësuesi i viktimave ka kërkuar 20 minuta përpara shtrimit përmbyllëse, ndërsa ekipet mbrojtëse do të kenë deri në 30 minuta për t'u drejtuar gjykatës. Pas përfundimit të deklarimeve, trupi gjykues do të ketë 3 muaj kohë për të marrë vendimin, me mundësi shtyrijeje për shkak të dosjes voluminoze. Në Hag pritet të jenë të pranishëm familjar të shumt, ndërsa pjesëmarrjen e ka paralajmëruar edhe zëvendës kryeministri i parë i Kosovës, Glauko Njuhsa. Ish-krerët e UÇK-s akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, akuza që i kanë hedhur poshtë duke u deklaruar të pafajshëm. Gjykimi ndaj tyre ka nisur më 3 prill 2023, rreth 3 vjet pas konfirmimit të akt akuzës, ndërsa që pra asaj kohe mbahen në qendrën e paraburgimit në Hag.